Shqipëria, një vend i vogël në hartë, por me qëndrime të mëdha në politikën e jashtme, ka shprehur qëndrimin e saj në lidhje me konfliktin e fundit të zhvilluar mes Izraelit dhe Iranit. Konkretisht, në Shqipëri jetojnë prej disa vitesh 2800 anëtar të Mekut në një kamp në Manzë në qarkun e Durrësit. Mek është një organizatë me strukturë ushtarake, e cilësuar si terroriste nga vetë Irani. Sot Shqipëria nuk ka një marrëdhënie diplomatike me Iranin dhe Teherani ka kërcënuar haptasi territorin ton për shkak të Mek. Alarmi për Shqipërinë u ngrit kur një ditë para nisjes së konfliktit, në rrjet qarkulloi një video e mujahidinëve të Manzës, ku paralajmëronin se Izraeli do të sulmonte Iranin. Video me inteligjencën artificiale paralajmëronte saktësisht objektivat e goditura, por pamjet ishin thjesht një spekulim i rrjetit. Shefi i antiterritorit Alban Dautaj deklaroi për zërit se situata në kamp është e qetë dhe janë në gatishmëri, teksa theksoi se videot në rrjet janë spekulime. Në vitin 2022 Shqipëria përjetoi një nga sulmet më të mëdha kibernetike në historinë e saj, ja atribuar qartë Iranit. Si pasojë, u ndërpren marrëdhënie diplomatike me Teheranin dhe u dëbuan diplomatët iranian. Kampi Mek u bë objekt bastisjesh dhe hetimesh, ku në vitin 2023 një aksion i SPAK në kampin e Mek kundër terrorizmit dhe sulmeve kibernetike do të sillte edhe një viktim. Në gusht të 2018-s u raportua po ashtu se pjesëtarë të këtij komuniteti kishin dhunuar një grup xherimi britanik që po filmonte kampin e Manzës nga jashtë rrethimit të tij, duke marrë shkak nga incidente ndërvite. A është Shqipëria sërish në rrezik?